Mungesa e vetë sigurisë te pesimistët. Në të njëjtën mënyrë siç zhvillohen dhuntitë dhe aftësitë të një njeriu që zhvillon vetbesimin, duke bërë atë të jetojë një jetë të lirë dhe të lumtur dhe të ecë përpara në jetë, kështu ndodh edhe me një individ pesimist në ndikimin e mendimeve negative që do bëson aftësitë e tij dobiprurëse dhe minon aftësitë e tij për veprim. Dikush që ankohet vazhdimisht rreth të këqijave të kohës, problemeve dhe pretensionet e përditshme, vetëm sa afron dështimin, në vend që të krijojë fatin e tij, ai shndërrohet në një sklav të ngjarjeve dhe dallgët e jetës do ta shtyjnë atë pas, duke mos e lejuar t'i qaset idealeve të tij. Kjo frymë negative është një karakteristike spikatur e njerëzve të cilët u mungon ndjenja e vetbesimit. Sipas psikologëve, ka raste që njeriu gjen persona pesimistë të cilët nuk kanë besim te vetja e tyre si rezultati i mungesës së vetbesimit dhe të paaftësisë që ata vërejnë te vetja. Kjo do të thotë se ata nuk janë të sigurt se do të jenë të aftë të kryejnë një detyrë që u kërkohet për ta përmbushur. Prandaj ata refuzojnë për të kryer ndonjë detyrë të caktuar, duke pasur frikë se po të jepnin një përgjigje pozitive dhe do të dështonin në kryerjen e saj, të tjerë do të zbulonin pa aftësitë e tyre dhe kjo do t'u sillte humbje të prestigjit. Kështu që duke thënë jo, ata përvijojnë një barierë mbrojtëse rreth vetes, pasi një jo e thjesht vendos kapak mbi çështjen. Përgjithsisht, një njeri negativ shikon gjithçka nga ana e gabuar dhe ka një mendim negativ në çdo çështje që është duke u diskutuar. Sjellja dhe qëndrimi i tij ndaj personave, sendeve, fakteve dhe opinioneve është negative dhe rrjedhimisht ai zorse merr kënaqësi nga njerëzit dhe nga sendet. Ai është përherë kritik, vazhdimisht duke gjetur gabime dhe të meta, ai krekoset dhe mbahet me të madh, nuk i pëlqejnë idetë e vjetra dhe është dyshues për idetë e reja. Ata që kanë qëndrim negativ kanë një opinion armiqësor për njerëzit që nuk i njohin, po të përballen me njerëz që nuk i kanë takuar ndonjëherë në përmbledhje, zorse mund t'u afrohen atyre. Ata u afrohen vetëm atyre që janë si vetja, sepse ata imagjinojnë se miqësia me ta do t'i ndihmojë në përhapjen e pikpamjeve të tyre.